rekomendari duhet jetë nga partia fituese. Kjo është rregull tashmë i vendosur. Ne thojmë kështu. Ç'po mundona me kuptu logjikën. Falë, se qëtëria po e thue, nuk i takon partisë fituese. Propozimi i takon, po jo... Ashtu të propozimi. Ata do të kanë termi 2-3 ne na takon propozimi. Dhe ti ki partitë opozitare nga rendin të propozojnë për neve. Jo propozoni kur t'ju vjen radha juve. Na e bojmë propozimin tonë. Po nuk i vjen radha atyre se i takon propozimi. Dhe ne i kemi përfunduar këto procedura, ta sfidan. Ajo çka po e kuptojmë na është që opozita është e drejtë e tyre që të kenë kundërshtim ndaj një qeveri. Po kjo manifestohet në rastin kur tentohet të krijohet qeveria Kurti, nëse si ka numrat, ju vjen radha juve dhe pastaj ju mund të krijoni. Nuk ecet në ai drejtim. Ajo çfarë kemi na si propozime, për mua më e vështirë është për më kuptuar është pozicioni i LDK-s. Thot, jo shkoni ju te PDK, po shikoj, ne kemi ashtu, ne kemi dakordu, kemi diskutu brara, nuk ka përkrajen vetëvendosi për një koalicion me PDK. Këta thojnë që nëse s'po shkoni ju dyat, atëherë na po vina me ju dyja. Cila është logjika që LDK-ja s'po mund ka më çkoç prej PDK-s. Kjo është vështirësia reale që diskutohet tek ne, është çka kanë këta. E dyta, po i propozon me PDK, me ju problemi. Veç dëgjoj me kujdes. Duhet 15 pika. Po e the 15 pika. Sa 15 pika qeveria unitetit. Po cila prej pikave nuk po më ka më bon në një koalicion me vetëvendosje. Dhe hajde shpjegoma. A pyesni ju LDK çka kanë që s'po vinë me vetëvendosje në koalicion? Ta po thonë që vina me vetëvendosje. Shikoj, to është kontradikta. Ka thonë po vina me ju në qeveritë unitetit. Po veç edhe PDK-ja me konë mrena. Po mirë, hajdi në koalicion, bashkë me nismen e zgjedhur edhe presidentin. S'kemi problem. Se keni pak si akuz politike. Jo, dëgjoj, Sadiku, ne diskutojmë. Po. Qëllimi jonë programor është aktualisht në lëvizjen vendosje ka përkraje vetëm për koalicion me LDK. Kjo është situata. Flitet që ka segmente aty brenda që duan me në PDK. Pa më parasysh çfarë flitet. Ajo çfarë unë e di është që ne nuk kemi për momentin, nuk kemi dhe nuk ka mbështetje në lëvizjen vetëvendosje, në grupin parlamentar të lëvizjes vetëvendosje për koalicion me PDK. Po pasha zot me thon Albin Kurti, bëheni ketë keni muçuj madh i vogël me justifiku pse është mirë për atë punë. Po, e vërteta kjo. Ama e vërteta din kusht. Pse s'keni debat po mbrana, a ka zona liberale mbrana partisë? Kosovë zori Dvana. Po jo, orve. Pa, çysh tashti. Duhet ta pranojmë një fakt, të notorizuar. E kam një fakt përshtypje që lobust kryesor që ne me shku me Partinë Demokratike janë pikërisht të LDK-s. Sepse mendojnë, unë mendoj që e kanë gabim edhe kur e mendojnë që ata mund të rritën në opozitë e tjera. Tjetra, ne nuk i kemi përzon lidhjen demokratike për qeverisjes. Nëse kujtohet atë botë, na batën rëzu, së bashku me krejt... Rëzu basi që e keni rëzu ju? Jo, veç lutëm. As një rëzim ne nuk i kemi bërë, ma dje... E keni rëzu në kokër shpinës kështë Agim Veliu. Ajo ka qenë ndëshkimi i elektoratit që realisht e jo, s'ka qenë ndëshkimi i elektorat, ka qenë ndëshkimi i zotit Kurti. A më lejon pak veç ta përfundoj kushtrim se sot diçka unë s'po lejo, ja? Po më blokon... Ta boj ma interaktiv. Edhe nuk po më lejon me full diçka. Kushtrim. Për fazën që po flet, ka qenë pandemia dhe në pandemi është rëzu një qeveri. Sigurisht ka pas kritika nga më të ashprat. Unë mendoj që për kohën atëherë ka qenë pra një kontest pra kret tjetër. Dhe kontekstualizimi, ta themi, i asoj kohë nuk lidhet me situatën aktuale politike të asaj që po flasim sot. Tash kemi rrjedh edhe rrethanor të ri politik. Dhe mbi bazën e kësaj, mendoj që edhe Lidha Demokratike e Kosovës duhet me dëgju elektoratin e vet. E kanë hodhë të kjo, e ka thonë, nuk e kanë sinqeritet kërkesën Tashti veç edhe e përfundova. Ta si përfundim të kësaj që thash është kjo. Kosova nuk mundet me mbet peng. Natyrisht, ne mas paku i dëshirojmë zgjedhjet. Mirë po, në këtë rrjedh duhet me pas ose qeveri të opozitës, ose duhet me pas qeveri të opozitës. Nëse nuk është asnjëna, atëherë? Normalisht janë opsionet zgjedhjet. Ose janë opsioni i fundit. Opsioni i zgjedhjet që shkohet 2 pa zgjedhje?
Po, sigurisht pse jo. Dy pas zgjedhje, ëh? Kjo është opsioni tjetër, Rexhaj. Cili është opsioni tjetër Ka opsion Fidan? tjetër po zgjedhje. Po cili është? Sa dush? Jo, ka